Faleminderit Alma. I nderuar zëvendës ministër, e dashur Laura, i dashur Aleksandër, të nderuar miq, zonja dhe zotrinj, është një nder i madh për mua që qëndem sot këtu të shenjoj nisjen e këtij projekti të rëndësishëm të financuar nga BE-ja që synon të forcojë qeverisjen e migracionit dhe azilit në Shqipëri. Migracioni është një sfidë kritike, por edhe mundësi për BE-n dhe partnerët e saj për Bashkimin Evropian. Menaxhimi i migracionit është jo vetëm një çështje sigurie, por po kështu një shprehje themelore e vlerave tona të solidaritetit, dinjitetit njerëzor dhe respektit për të drejtat e njeriut, dhe mendoj që është e rëndësishme ta theksojmë këtë në një kohë kur rajoni ynë është i ndezur nga konflikti. Shqipëria qëndron në një moment kyç në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në BE. Ne njohim përpjekjet domethënëse që vendi juaj ka bërë tashmë për të harmonizuar politikat e praktikat e veta me standardet evropiane. Projekti BE-ja për migracionin përfaqëson një instrument të dobishëm për të mbështetur ambicjet e Shqipërisë. Shpresojmë që ky projekt do të ndihmojë institucionet shqiptare për të rritur kapacitetet e tyre për të menaxhuar migracionin dhe azilin në mënyrë efektive, transparente dhe theksoj në mënyrë njerëzore. Duke forcuar qeverisjen e migracionit, kontribuojmë jo vetëm për një menaxhim më të mirë të flukseve migratore, por po kështu edhe për ruajtjen e dinjitetit e të drejtave të atyre që kërkojnë mbrojtje. Kjo është një përgjegjësi e përbashkët që e mbajmë të gjithë. Sfidat e migracionit me cilat përballemi sot janë komplekse e shumë plançe. E kërkojnë jo vetëm kuadre të forta qeverisëse, por po kështu bashkëpunim, besim e një vizion të përbashkët. Ky projekt do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve institucionale, do të përmirësojë mekanizmat operative e do të rritë bashkërendimin mes të gjithë aktorëve që janë të përfshirë në menaxhimin e migracionit. Mbështetja ofruar përmes këtij projekti është pjesë e angazhimit më të gjerë të BE-s ndaj Shqipërisë dhe rikonfirmon përkushtimin tonë ndaj stabilitetit dhe sigurisë në Ballkanin Perëndimor. Është një dëshmi e prekshme e partneritetit që ekziston midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, një partneritet i cili është i fortë. Në praktik, projekti mbështet një sër objektivash e synimesh politike që ndiqen nga qeveria shqiptare, që janë zbatimi i strategjisë kombëtare për migracionin të Shqipërisë 2024-2027, e cila është në përputhje me standardet e përparësitë e BE-s. Përpjekjet e vazhdueshme të Shqipërisë për të kontribuar në zbatimin e përbashkët të plan veprimit të BE-s për Ballkanin Perëndimor, sidomos sa i takon menaxhimit të kufive, luftës kundër kontrabandës së migrantëve, mbështetjes së përpjekjeve të kthimit dhe forcimit të sistemit të azilit. Më së fundi, siç u përmend, ky projekt ultimately, as mentioned, më në fund, siç u përmend, ky projekt po kështu do të ndihmojë me mbështetjen e përpjekjeve të Shqipërisë për të shënuar përparim në procesin e anëtarësimit. Ashtu siç u theksua nga zëvendës ministri Mahila në komunitetin e parë drejtues, është e nevojshme që të vendosin përparësi midis veprimtarive të këtij projekti që mbështesin objektiva specifike, të cilat rrjedhin nga negociatat për anëtarësim në mënyrë që të mund të arrihet përparim urgjent. Më lind theksoj megjithatë që projekti është këtu për të ofruar mbështetje. Pjesa e madhe e punës përfshi edhe puna legjislative për të siguruar shërbimet përkatëse e funksionimin e tyre, si edhe fonde të mjaftueshme buxhetore, duhet pikë së pari mbi të gjitha të bëhen nga autoritetet shqiptare. Dua të shpreh vlerësimin e sinqert Ministrisë së Brendshme, Policisë Shqiptare të Shtetit dhe autoriteteve për angazhimin në bashkëpunimin e tyre. Udhëheqja dhe llogaridhënia juaj janë thelbësore për suksesin e këtij projekti dhe për çuarjen përpara të rrugtimit të Shqipërisë drejt BE-s. Së fundi duhet falenderoj Jomin dhe UNHCR-n, sidomos Laura Lungaroti dhe Aleksandër Dësharus për angazhimin e profesionizmin e tyre. Do të doja të ftoja autoritetet shqiptare që të vazhdojnë të punojnë ngushtë me ta. Pres me padurim të jem dëshmitar i ndikimit pozitiv që do të ketë ky projekt për të vazhduar për bashkëpunimin e vazhdueshëm midis Bashkimit Evropian dhe Shqipërisë për këtë agjendë thelbësore.